Shumica e njerëzve njihen me fqinjet pasi hynë në shtëpinë e re, por një aplikacion i ri i pasurive të paluajtshme ofron mundësinë që të mësosh për prirjet politike të fqinjeve të mundshëm përpara se të blesh një pasuri të paluajtshme. Qëllimi i platformës Oisej është të demokratizojë të dhënat për blerësit që duan të blejnë shtëpi. Dhe Oisej, një aplikacion i ri i pasurive të paluajtshme që është hedhur për përdorim në New York dhe Florida, e bën këtë duke ofruar informacion nga të dhënat publike. Blerësit e shtëpive do të jenë kështu në gjendje të dinë nëse fqinjet e tyre të mundshëm janë demokrat apo republikan. Të ndihmon të kuptosh se cilët njerëz do të pëlqente të ftoje për darkë, të kuptosh se pranë cilët njerëzve do të doje t'i rrisje fëmijët. Duket se për njerëzit është i rëndësishëm identiteti politik i fqinjeve të rinj, kështu që nuk befasohem që disa kompani po au japin atë informacion blerësve të mundshëm. Ben McCartney ishte bashkautor i një studimi që arriti në përfundimin se pronarët e shtëpive ishin disi më të prirur të largoheshin nëse pikpamjet politike të një fqinji të ri ndryshonin nga ato të tyre. Pra, polarizimi politik ndikon gjithashtu në vendimet reale ekonomike. Studimi zbuloi se 1 ndër 100 lëvizje është e motivuar politikisht. Njerëzit që janë më të prirur të zhvendosen për këtë arsye, zakonisht janë më pak të përfshirë në politikë. Ata nuk duan që politika të jetë pjesë e jetës së tyre të përditshme, por kur një fqinj i ri është jo vetëm shumë i zëshëm politikisht, por përkrah palën e kundërt, kjo krijon kushte për tensione më të forta. Por a do të kontribuojë ky aplikacion në thellimin e ndasive politike të Amerikës? Ne po u japim njerëzve të dhënat dhe informacionin për të kontrolluar fatin e tyre dhe ata mund të bëjnë ç'të duan me atë informacion. Të dhënat tashmë ekzistojnë dhe objektivi i platformës Oisej është ta bëjë atë informacion publik më të lehtë për t'u gjetur.